dhe kam bërë një tollovi shitje dhe kjo me njerë krijon një huti të klientat. Kjo e ka nol fluksin e klientave për blerjen e librave. Mendoj që ka qenë pak vendimi i vënshëm. Kanë mbetur vetëm edhe 6 ditë para fillimit të vitit të ri shkollor, ku prindrit ende kanë të paqartë se kur do të mund t'ua blejnë librat fëmijëve të tyre dhe sa do të mund t'i kushtojnë ato. Prindrit që kanë aplikuar për subvencionimin e teksteve shkollore ende janë në pritje për shkak të mos ekzekutimit të mjeteve. Pra kjo ka bërë që në numër i madh i nxënësve të mos pajiset ende me librat shkollore, ndonse 1 shtatori po afrohet. Situata është komplikuar me njoftimin e Ministrisë së Arsimit, e cila u ka bërë thirrje të gjithë prindërve të mos nxitohen me blerjen e teksteve shkollore. Pas njoftimit të mashtit, negociatat me shtëpitë botuese ende nuk janë përfunduar, e që sipas tyre, kur të përfundojnë negociatat me këto shtëpi botuese, do të përcaktohet shuma për secilin nxënës për tekstet shkollore të tyre. Kjo situatë ka krijuar paqartësi jo vetëm tek prindrit, por edhe tek libraritë dhe shitësit e teksteve shkollore. Reflekton pak në fluksin e blerjes të klientave. Ne sapo kemi filluar shitjen e librave me çmime zyrtare sipas katalogeve që ja provon Ministria e Arsimit për shtëpitë botuese, gjithë ato që janë të licencuara, dhe librat shiten me çmimin që e kanë në kopertinë. Dhe kjo me njerë krijon një huti të klientat, të cilët u stepën për me ble librat e shtyn për një periudhë tjetër. Jemi në pritje të vendimit të rit ministrit. Kjo e ka nol fluksin e klientave për blerjen e librave. Sigurisht që do të një menaxhim pak më i mirë, ne kena shit disa komplete të librave për klientët e tonë, me kupon zyrtar, me çmime zyrtare, por nëse në vendimin e ri reflekton dhe në prekje çmimit për ulje ose ngritje, ne morëm përgjegjësi për gjithë klientat që i kanë shit libra me kupon zyrtar dhe i rimbursojnë. Mendoj që ka qenë pak vendimi i vënshëm, se përgatitjet për vitin e ri shkollor veç kanë filluar shumë herët, dhe ne për fotën e mirë përgatitëm shumë herët me gjithë titujt, dhe kam bërë një tollovi shitje për klasët 6-9, duke ditë faktin që kanë shumë tituj, kanë dhe libra fletore të punës, ka vlera që kalon mbi 100 deri në 120 euro, për klasët 8-9 sidomos, se kanë gjermanishtet edhe gjuhët angleze që kushtojnë pak më shtrejt. Si kanë qenë reagimet, çu kanë qenë? Kanë qenë reagimet pak më të vështira klientave, normal se jo gjithë i kanë kushtet, edhe për me blen për një klasë 120 euro çmimi, sigurisht që është i lartë, po flasim për tërsinë e libra. Një komplet i set i plot i librave kushton 6-9 prej 100 deri në 120. Ndonse shuma vlera e rimbursimit ka qenë 80 euro, po për si vjet nuk i di suma sot e tjetë, për presim vendimin e ri. Përveç kësaj, situata ka shkaktuar mjegull dhe reagime të shumta edhe nga qytetarët, të cilat shihen edhe në komentet e publikuar në njoftimin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Njëra nga komentueset, Arbesa Vishi, ka kërkuar përgjegjësi nga Ministria, duke theksuar se ky proces është dashur të përfundojë shumë herët. Reagim të ngjashëm ka pasur edhe Selman Havolli, i cili ka shkruar se çdo vit sa herë të vijë shtatori, nxënësit mbesin pa libra për javë të tëra. Procedurat duhet të përfundojnë me kohë, sepse në fund pasojat i bartin nxënësit dhe mësimdhënësit. Komente të tilla kanë qenë të shumta me qytetarë që kërkojnë llogaridhënie nga Ministria dhe shprehin shqetësimin se vonesat në procesin e sigurimit të teksteve shkollore po përsëriten pothuajse çdo fillim vit shkollor.